Adriana Kalaja, e cila garon për avokate e popullit, ndërsa është tërhequr si kryetare e gjykatës së PD-s, pozicion që e mbante prej 3 vitesh, ka deklaruar se nuk do t'i bashkohet protestës së thirrur nga demokratët pas ditën e 17 nëntorit. Kalaja shpreh se nuk do të shkojë në një protestë ku të hënën qytetarët thirrën për të rrëzuar Edi Ramën, ndërsa të martën organizatorët ulen në tryezë me përfaqësuesit e kryeministrit për reformën territoriale dhe atë zgjedhore. Nuk do të shkojë në protestë, ndahem me PD, sepse nuk mund të shkosh në protestë në orën 18:00 dhe të nesërmen të ulesh me mazhorancën për reformën zgjedhore apo territoriale, tha Kalaja. Ndërkohë ajo foli edhe për hipokrizinë që ka përfshirë Partinë Demokratike, veçanërisht sa i takon garës për avokatin e popullit. Nga informacionet që kam, mendoj se ka hipokrizi, sepse edhe ligji nuk i ndalon një deputeti të vërë disa firma. Moralisht, mendoj unë, një njeri, ose duhet të mbështes Adriana Kalan, ose të thot nuk të mbështes ty, por Endri Shabanin. Për mua është amorale që deputetet e PD, që deri dje akuzonin si sorosist, që thonin Rama i mori 83 mandate edhe prej Endri Shabanit, tani nuk të vlerësojnë këtë që ka punuar. E pëlqen apo jo zonjën Kalaja? Madje unë kam 3 vite e gjysmë që bëj luftë të ashpër brenda PD për këto probleme që unë ngre. Është më ndershme që Berisha të thotë jo, ti e ke gabim. Kam bërë luftë për parime, kam ngritur shqetësime si askush më parë, tha ajo.